Aktualisht jemi në ditën e 6 të punës për riparimin e dëmeve në agjinaturën e basenit të lumit Bistrica. Po punohet aktualisht në dy fronte, në zonën e Bedeneshit dhe në zonën e Çukës, ku çarja është edhe më e madhe edhe terreni është pak i vështirë. Moti është përmirësuar disi dhe hektarët e përmbytjeve kanë shkuar nga 500 në llogaritën paktën 300. Nga llogaritja e dëmeve që janë bërë deri tani, mendohet se mund të jenë rreth 700 krerë të ngodhura bagti dhe rreth 2000 shpend. Nga ana e Drejtorisë së Rezervave të Shtetit ka ardhur një sasi koncentrat prej 8 tonësh, e cila është përndarë tek fermerët e zonës. Mbrëmjen e djeshme në bashkëpunim të Drejtorisë Bujqësisë Bashkisë Aran dhe Drejtorisë Veterinarisë është bërë largimi i një pjese të konsiderueshme të bagtive të ngodhura. Jemi duke punuar te pjesa e agjinaturës në ndihmë të Bashkisë Sarand, e cila po drejton dhe aktualisht operacionin në terren. Kanë ardhur efektivet e forcave të amatosura të repartit të Xhenios, pothuajse gjithë institucioni i Drejtorisë së Bordit të Kullimit të Fierit dhe ekspertë të tjerë të terrenit, inxhinier, të cilët po vlerësojnë natyrën e ndërhyrjeve në agjinaturë, ndërkohë që edhe me ndihmën e mjeteve private po ndërhyjm për riparimin e dëmeve që janë shkaktuar në agjinaturë me qëllim që të parandalojmë përmbytjet e tjetër. Unë gjej rastin të bëj thirrje gjithë fermerëve dhe gjithë banorëve të zonës së cilët kanë pësuar dëme, sepse nuk janë vetëm fermerët, ka dhe banorë të tjerë që mund të kenë pësuar në banesa, në automjete, që të paraqiten pranë Bashkisë Sarand dhe të bëjnë kërkesë për evidentimin e dëmeve, menjëherë sapo të çlirojmë pak nga kjo situatë ku ndodhemi aktualisht në terren, do të ngrihet një grup pune i cili do të fillojë me evidentimin e gjithë dëmeve të shkaktuara në zonë dhe më pas sipas natyrës edhe me dëmshpërblimin e tyre.